Modër nuk gjendesh në rruzull, nuk e di çaj ndodhi atij njeriu. I komunikueshëm, punëtor, në të gjitha drejtimet, nuk mund të gjej dot shprehje më të bukur për atë njeri. Nuk e di, fatkeqësia bërë gjithçka, po nuk e di se si, s'di çfarë shpreh moj motor, s'di çfarë shpreh për te moj djalë që nuk vjen. Në dianin tuaj nuk ka patur asnjë konflikte. Mos, venim ne, unë që jam dhe një qiki moshuar, unë veja dhe më priste si kur, qa të them, nuk do gjej do të shpreje më të mrekullueshme për atë njeri. Por mësua që ishte autori dyshuar djali Xhaxhait. Shiko, unë po e ndiqja se nuk më vinte mirë kur shikoja në Levanit. Edhe më marrë një shokun tim telefonon kështu, u shqetësova dhe thash, nuk e di dhe unë, thaj. Po kur në momentin që e kam parë pa emër në atë karrocën kur vajti në spital e kamionit, i them familjes gruas, i them moj grua, kjo më ngjan si kunati vajzës engjël, si thash. Aty pastaj ndeta dolli emri, kish marrë. Po autorin e njihni? Jo fare, nuk e njoh, se unë jam te ai ishtë në Jormi ande, nuk e njoh atë të fare. Çfarë biznesesh ka Miktima këtu në zonë, përveç servisit? Po kanë kompleksin e derrave më motër poshtë, kanë mo janë, jo, këta janë familja, do me thënë, fisi më punëtor në Ruzull. Këtu njëherë fisi më punëtor dhe më të pagoj këta janë. Çdo gjë kanë me djers dhe vetëm me djers. Ja për kokë të dy fëmijëve. Nuk e them për të sejni ju këtu, po e them me shpirt që janë njerëzit më të shkëlqyer. Në çdo lloj drejtimi, të pagoj njerëz të shkëlqyer, punëtor që nuk kanë shumë. Nuk dhe i s'di shtu them vllai,